Jam i mëngjesit gjithëve, besoj e patë mbrëm, ishim të ftuar në shtëpinë e Big Brother për atë darkën e famshme, tashmë ritual të përvitshme të moderatorëve Top Channel me banorët apo me finalistët e sezonit. Ishte shumë kënaqësi që rikthehem edhe një herë në shtëpinë e Big Brother dhe sa e që shkoj, është tamam si ai momenti që ti rikthehesh në një shtëpi që ke ndenjur për një kohë gjatë me qera dhe sa herë që ti rikthehesh ke gjëra për të kujtuar. Kjo që është emocion i veçantë edhe për faktin që është një shtëpi që ka mbartur dhe ka transmetuar shumë emocion, shumë ngjyra, duke bërë kështu shtëpia më e famshme në shqiptari, le të themi. Kështu që është gjithmonë emocion. Tani 2 orë në darkën e moderatorëve me 4 finalistët, unë personalisht u përpoqja që t'i takoja të 4 nga pak, ma sa kisha mundësi, të bisedoja nga pak, diku s'na lan, diku na lan, diku fut dikush, diku s'u fut dikush tjetër, por gjithsesi unë mundova që t'i takoja për të parë më tepër atmosferën në sytë e tyre, sepse sytë e tyre janë gjithmonë kërkues në këtë fazë. Janë kërkues për të parë se janë dhe pak të hutuar, janë të emocionuar, janë në presion, sepse finalja po vjen, si do dalë, kush fiton, kush sfiton, si do jetë radhitja, çana pret mbas Big Brotherit, janë shumë pyetje në kokën e tyre, çka ka ndodhur jashtë, ndërkohë që ata kanë qenë brenda, pra shumë pikë pyetje në kokën e tyre që ata i transmetojnë në qëndrime, në sy, në mënyrën se si të flasin, në mënyrën se si të pyesin e kështu me radhë. Ajo që unë pash aty është pikërisht kjo. Pikërisht pra dëshira e tyre për të ditur se çfarë po ndodh, si do jetë kjo finale, kush do ta fitojë këtë gjë të cilën unë personalisht u tregova shumë i kujdesshëm që të mos kem asnjë lloj, po them, indicie apo sinjale se çfarë ka jashtë atyre mureve. Nga ana tjetër, unë i sugjerova banorëve dhe mendoj që kjo do t'i vlej jashtëzakonisht tepër, i sugjerova dhe brenda shtëpisë që ato gjëra që kanë bërë aty le t'i lënë aty, sepse mbas këtij Big Brotheri i presin gjëra shumë të mira, sepse nga Big Brother nuk del njeri i humbur. Nuk del njeri i humbur nga ana e karrierës, nga ana e shoqërisë, nga ana e kontratave për punë e kështu me radhë. Pra Big Brotheri është gjithmonë një pedan e jashtëzakonshme për ata që din pastaj ta shfrytëzojnë, se ka edhe që din ta shfrytëzojnë edhe e mbyllin aty. Nga ana tjetër, unë do kisha dashur që edhe se janë shumë pak orë, tashmë janë me orë, është me orë finalja, ta shijojnë dhe në fund të ditës mos të kenë hatërmbetje dhe t'i sqarojnë dhe t'i lejnë aty të gjitha gjërat. Se, shiko, unë ja thash dhe brenda, është më mirë të ndërtosh 2 ura komunikimi se sa 2 apo 3 apo 4 apo 5 kanale që të ndajnë, sepse është shumë e vogël kjo botë. Shqipëria është një vend i vogël dhe është vend kaq i vogël sa nuk ja vlen me bo armiq. Kështu që unë i uroj suksese të 4-ve, i uroj suksese Mirit, Rogertit, Mateos, Selin dhe komplimente për gjithë rrugtimin e tyre dhe shpresoj që të fitoj më i miri nga këta të 4-t.